Gjëja e parë që duhet bërë në qoftë se kafshohesh nga një nepërk me bri, është që duhet shkuar me njëherë dhe sa më parë në spital, me njëherë. Megjithatë mund të qellojë që kafshimi mund të ndodhi larg, në male, ku aksesi në rrugë është i limituar, etj. etj. Në raste të tilla, gjëja e parë që duhet bërë është së pari duhet kontrolluar paniku dhe gjendja e shokut. Sepse në rast paniku, zemra fillon të punojë shpejt dhe qarkullimi i gjakut rritet, çka e shokon trupin. Po patjetër dhe intensifikon qarkullimin e helmit Me shpejtësi në sistemin e qarkullimit të gjakut, duke bërë që të ketë një ndikim më të shpejtë. Pra gjëja e parë duhet kontrolluar paniku ose shoku. Dhe disa njerëz sugjerojnë që të lidhet plaga fort të çahet dhe të thithet elmi apo të lahet. Kjo është praktike e cila nuk përkrahet nga shkenca, si thua. Biles mjekët këtë si praktikë. Këto në për filma e kemi parë. Ose legjendat që tregojnë madje është e dëmshme. Megjithatë, në rast kur duhet një kohë gjatë për të shkuar në spital, mund të lidhet lehtësisht me një titar, ndoshta me një mjet për të bllokuar qarkullimin. Por lehtësisht ama, lehtësisht dhe mëtej të vazhdohet drejt spitalit. Përgjithsisht studimet tregojnë që nëse ndihma mjekësore merret brenda 24 orëve, atëherë pothuajse çdo individ shpëton.